Kur mos hani lakra turshi nëse vuani nga këto sëmundje. Për t'i vënë lakra turshi përdoret një sasi e madhe e kripës, gjë e cila nuk është e shëndetshme. Kur në organizëm futet sasi e madhe e kripës, personi mund të sëmuret nga ngritja e shtypjes së lartë të gjakut dhe kripa bëhet ngarkesë për veshkat. Për shkak të kripës, teprica e lëngjeve ngelet në trup dhe vështirë të nxirret jashtë, ndërkaq që rregullon raportin e kaliumit dhe natriumit, andaj ndikon në ngërçet të muskujve aq më parë rreth qafës dhe kurrizit. Nëse tashmë konsumohet lakra turshi, do të duhet në tërësi të eliminoni kripën nga produktet e tjera. Shqetësimi në duar dhe në këmbë shfaqet si pasojë e disbalancimit të kaliumit dhe natriumit, të cilat i shkakton kripa e tepërt. Kripa nga lakra turshi nuk eliminohet në tërësi, madje as me larjen e fletëve para konsumimit.